Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump deklaroi se do të zhvillojë një bisedë të gjatë me presidentin kinez Xi Jinping për luftën e Iran gjatë vizitës së tij në Kinë këtë javë. Megjithatë, Trump theksoi se Washingtoni nuk ka nevojë për ndihmën e Pekinit për të përballur me Teheranin. Gjatë një deklarate për mediat, Trump u shpreh se Xi Jinping ka qenë relativisht i mirë në raport me situatën aktuale dhe shtoi se marrëdhëniet personale mes tyre janë pozitive. Presidenti amerikan tha se pret gjëra të mira nga vizita në Kinë, ndërsa e cilësoi udhëtimin si shumë të rëndësishëm. I pyetur nëse Kina duhet të ndërhyjë tek Irani për të ndihmuar në uljen e tensioneve, Trump u përgjigj se SBA-ja do ta fitojë përballjen me paqe ose ndryshe. Takimi mes Trump dhe Xi Jinping do të mbahet të enjtën dhe të premten në Kinë dhe pritet të dominohet nga lufta në Iran, e cila ka tensionuar më tej marrëdhëniet mes dy superfuqive. Kina mbetet blerësi më i madh i naftës iraniane, pavarësisht presionit të vazhdueshëm nga administrata amerikane. Trump kërkon që Pekini të bindë Teheranin të arrijë një marrëveshje me Washingtonin për t'i dhënë fund konfliktit. Ndërkohë, Ministria e Jashtme kineze ka deklaruar se bllokada amerikane në ngushticë nuk i shërben interesit të komunitetit ndërkombëtar. Të hënën, SBA vendosi sanksione të reja ndaj individëve dhe kompanive që sipas Washingtonit ndihmojnë Iranin të eksportojë naftë drejt Kinës. Administrata Trump synon të ndërpres financimin e programeve ushtarake dhe bërthamore të Teheranit, ndërsa paralajmëroi edhe bankat për përpjekje për shmangjen e sanksioneve ekzistuese.